Horoskopi datë 7 dhjetor 2025. Dashi, dita e sotme të gjen me një energji të brendshme të fortë dhe një dëshirë të natyrshme për të marrë iniciativa. Në punë, vendosmëria jote do të ndihmojë të çosh përpara projekte që kanë ngecur. Mos u habit nëse dikush kërkon mendimin tënd profesional. Prezenca jote është e fuqishme dhe të tjerët të vlerësojnë qartësinë me të cilën flet. Financiarisht je në një moment të qëndrueshëm, por duhet shmangur çdo vendim impulsiv, sidomos nëse lidhet me blerje teknologjike apo udhëtime spontane. Në aspektin sentimental, dita sjell dinamizëm. Çiftet mund të përjetojnë një qartësim në komunikim, ndërsa beqarët tërheqin vëmendje pa shumë përpjekje. Energjia fizike është e lartë, por kujdes, mos nxitoni. Merrni vendime të ngadalta emocionale. Mbrëmja favorizon takimet, udhëtimet e shkurtra dhe biseda të thella. Demi, sot dominuese është nevoja për stabilitet dhe qetësi. Në punë mund të përballesh me një situatë që kërkon durim dhe këmbgulje, 2 pika të forta për karakterin tënd. Vëmendja juaj ndaj detajeve të vogla do të shpëtojë një projekt ose do të parandalojë një gabim të dikujt tjetër. Financiarisht dita është pozitive, por jo për shpenzime të mëdha. Në dashuri kërkon qetësi dhe siguri. Çiftet do të thellojnë lidhjen përmes një bisede të sinqertë, ndërsa beqarët do të ndihen më të hapur ndaj njohjeve të reja, por mos u ngutni. Energjia shpirtërore është e mirë. Një aktivitet relaksues si gatimi ose një shëtitje e qetë do t'ju ndihmojnë të gjeni ekuilibrin e brendshëm. Komunikimi është arma juaj kryesore. Binjakët, sot do të ndiheni magnetik. Në punë mund të merrni lajme pozitive lidhur me një projekt të ri ose një propozim që keni bërë kohët e fundit. Mundësia për të shprehur idetë tuaja është e madhe. Mos hezitoni të flisni edhe nëse ndiheni pak të pasigurt. Financat kërkojnë pak më shumë kujdes, sidomos tek shpenzimet e vogla e të përditshme që mund të grumbullohen. Në dashuri, dita është plot dinamizëm. Çiftet gjejnë gjuhën e përbashkët më lehtë, ndërsa beqarët kanë mundësi njohjesh të papritura, sidomos përmes internetit ose kontakteve të punës. Energjia mentale është në kulm, prandaj shfrytëzojeni për të planifikuar javën në vazhdim. Mbrëmja favorizon udhëtime të shkurtra dhe aktivitete sociale për binjakët. Gaforja, dita sjell thellësi emocionale, por në një formë të qetë dhe pozitive. Në punë mund të ndihesh pak i ndjeshëm ndaj ambienteve tensionuese, ndaj përpiqu të ruash qetësinë dhe të fokusohesh në detyrat që ke. Një bashkëpunëtor mund të kërkojë ndihmë, mos hezito ta ofrosh, sepse kjo do të forcojë lidhjet profesionale. Financiarisht, shmang blerjet impulsive, sidomos ato që bëhen për të plotësuar boshllëqe emocionale. Në dashuri dita është shumë e butë dhe romantike. Çiftet gjejnë afërsi dhe mirëkuptim, ndërsa beqarët kanë mundësi të takojnë një person të ri që ju jep ngrohtësi dhe siguri. Mbrëmja është perfekte për të kaluar me familjen, gatime të reja, për të rikujtuar gjëra të bukura ose për të parë një film që ju i shqetëson shpirtin. Gjithçka për pak shqetësi mendore dhe emocionale. Luani, sot keni një magnetizëm të jashtëzakonshëm dhe shkëlqimi juaj bie në sy kudo që shkoni. Në punë mund të merrni një rol kryesor ose t'ju besohen detyra të rëndësishme. Është momenti të tregoni leadershipin tuaj natyral. Financiarisht, dita është neutrale, nuk do të keni ngritje dhe as rënje të mëdha. Mund të shfaqet një mundësi për një projekt dytësor fitimprues të cilin keni qenë duke e konsideruar prej kohësh. Në dashuri, jeni plot pasion dhe dëshirë për vëmendje. Çiftet përjetojnë momente intensive dhe të sinqerta, ndërsa beqarët tërheqin syt pa shumë përpjekje. Keni kujdes me krenarinë. Lëreni më mirë zemrën të flasë. Mbrëmja është ideale për dalje, argëtim ose një ngjarje shoqërore ku ju do të shkëlqeni natyrshëm me magnetizmin tuaj.
Mirëqyresha. Sot do të ndihesh më i organizuar se zakonisht dhe kjo do të ndihmojë të përfundosh detyrat të lëna përgjysmë. Në punë je i fokusuar dhe metodik. Dikush mund të kërkojë këshill për shkak të profesionalizmit dhe eksperiencës tënde. Financiarisht dita është e mirë për të bërë planifikime afatgjata dhe rishikime buxhetit të cilat i keni shtyrë prej kohësh. Në dashuri mund të ndihesh pak më i rezervuar, por partneri e vlerëson stabilitetin tënd emocional. Beqarët marrin qetësi rreth dikujt që i ka interesuar prej kohësh. Duhet të bëni ju hapin e parë. Mbrëmja është relativisht e qetë. Është perfekte për të lexuar libra, për pak muzikë të butë dhe kujdes ndaj vetes. Peshorja. Ashtu si shenja juaj e horoskopit këshillon, sot balanca është fjala kyçe. Në punë, ke mundësi të zgjidhësh një keqkuptim ose të përmirësosh bashkëpunimin me një koleg. Diplomacia jote natyrale vjen në ndihmë. Financiarisht, dita është e qëndrueshme, por je i prirur të bësh shpenzime estetike. Kujdes me teprimet në shpenzime. Në dashuri, atmosfera është pozitive. Çiftet do të gjejnë harmoninë që ju ka munguar këto ditët e fundit, ndërsa beqarët mund ta gjejnë veten duke u afruar me dikë që ju ka pëlqyer prej kohësh. Mbrëmja do t'ju sjellë momente qetësie të bukura, ndoshta një dalje për ecje ose një aktivitet artistik që ju frymëzon dhe ju mbush shpirtin. Akrepi. Intuita është shumë e fortë sot, prandaj dëgjoni zërin tuaj të brendshëm. Në punë mund të merrni informacione të rëndësishme ose të kuptoni që dikush i beson shumë mendimit tuaj, më shumë se sa e mendoni ju. Financat janë pozitive, por duhet të ruani një balans në marrjen e vendimeve të rëndësishme. Në dashuri, dita ju sjell thellësi dhe intimitet me partnerin apo partneren tuaj. Çiftet mund të flasin për tema të rëndësishme ose tema delikate, ndërsa beqarët do të tërhiqen nga persona misterios dhe që i intrigojnë shumë. Mbrëmja është e mirë për të reflektuar, për të ndenjur vetëm dhe për të qenë krijimtar. Këto janë momente të qeta emocionale që ju duhen për të njohur më thellësisht veten tuaj. Shigjetari. Dita ju gjen energjik dhe shumë optimist. Në punë keni mundësi të reja që kërkojnë guxim, diçka që e keni të natyrshme. Si shigjetar, mund të merrni një ofertë ose një mundësi bashkëpunimi, ndaj e mbani mendjen e hapur dhe për të parë alternativa të tjera rreth jush. Financiarisht, dita është e mirë për të bërë plane udhëtimi dhe për investime të vogla. Në dashuri, je i gjallë dhe komunikues. Çiftet do të përjetojnë aventura të vogla dhe do të ndjejnë një gëzim që ju ka munguar prej kohësh, ndërsa beqarët do të kenë shumë shanse të njohin dikë interesant. Mbrëmja është ideale për të shkuar në një fest apo për të bërë takime dhe udhëtime të shkurtra. Mos hezitoni të dilni sot dhe të shfaqni sharmin tuaj natyral. Bricjapi. Dita është shumë produktive dhe serioze për bricjapët sot. Në punë keni mundësi të shfaqni aftësitë tuaja organizuese dhe më në fund të përfundoni diçka të rëndësishme të cilën e keni shtyrë prej kohësh. Mund të merrni mirënjohje nga dikush që nuk e prisnit. Financiarisht jeni të qëndrueshëm, por është mirë të fokusoheni te kursimet këtë fundvit. Në dashuri, jeni më të rezervuar se zakonisht, por gjithmonë të sinqert. Çiftet ndihen të sigurt me njëri tjetrin dhe me një besim të thelluar, ndërsa beqarët mund të afrohen me dikë përmes punës ose një rrjeti profesional. Mbrëmja është e qetë, është ideale për të bërë planifikime të mëtejshme.
Ujori. Sot mendja juaj është mbushur me ide kreative dhe energji pozitive. Në punë do të bëni përshtypje me mendimin tuaj ndryshe dhe qasjen inovative që do të tregoni. Mund të hapet një derë e re profesionale. Financat janë në balancë, por nuk rekomandohet të ndërmerrni rreziqe të mëdha në këto momente. Në dashuri, dita do të jetë e lehtë dhe me komunikim të shëndetshëm. Çiftet do të shijojnë një harmoni dhe do të kenë humor të mirë mes tyre, ndërsa beqarët do të tërheqin persona që i vlerësojnë origjinalitetin, mendjen dhe inovacionin tuaj. Mbrëmja është perfekte për të kaluar me shoqëri, për biseda të thella dhe për të njohur më mirë me veten dhe njerëzit që ju rrethojnë. Peshqit. Dita e sotme sill një valë të butë energjie që të ndihmon të gjesh qartësi në disa çështje që të kanë lodhur emocionalisht. Intuita jote është në kulm dhe mund të kuptosh më shumë nga situata dhe njerëzit përreth teje, madje edhe pa shumë fjalë. Sot është një ditë perfekte për planifikim dhe marrje vendimesh me qetësi, jo me nxitim. Në aspektin profesional është një ditë e mirë për të shprehur idetë tua kreative. Nëse jeni një punë artistike, teknike apo me komunikim, do të shkëlqesh më shumë se zakonisht. Mund të marrësh një lajm pozitiv nga një projekt i vjetër që mendove se kishte mbaruar. Gjithashtu mund të vëresh se dikush në punë të vlerëson më shumë se sa e ka shprehur deri tani. Mos i nënvlerëso aftësitë e tua. Ke shumë për të dhënë. Financiarisht dita është e qëndrueshme. Në dashuri është e mbushur me emocione të thella. Çiftet do të afrohen më shumë me partnerin, ndërsa beqarët kanë një mundësi për takim përmes një situate të papritur.